Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Jeni duke u shoqëruar me emisionin Liturgjia e Fjalës. Ju ftojmë në vazhdim të ndiqni leximet e Meshës së Shenjtë të së dielës së 33 gjatë vitit liturgjik. Leximin e parë lexon Motër Robertina Gjurashaj. Psalmin Motër Irenea Lekaj. Leximin e dytë Nora Ukaj. Ndërsa komentin e Ungjillit do ta dëgjoni nga Patër Artan Seli. Hiri i Zotit qoftë me ju. Lexim prej librit të Malakis profet. Kështu thot Zoti: I Jakubin ditët të ndezura flak, por si furra. Të gjithë krenarët dhe ata që bëjnë prapësirë do të jenë kasht. Do t'i djeg dita që po vjen, thot Zoti i ushtrive. S'do t'u lërë as rren as gëm. Kurse për ju që keni frikën e emrit tim, do t'ju lind dielli i drejtësisë me rrezë shëndetësjellëse, e do të dilni e do të kërceni por si viça në kullop. Fjala e Zotit. Eja o Zot për të gjykuar botën. Eja o Zot për të gjykuar botën. Këndoni Zotit një këngë të re, sepse bëri vepra të mrekullueshme, nga dhënjeu me fuqi të së djathtës së vet, me fuqi të krahut të vet të shejtë. Eja o Zot për të gjykuar botën. Le të buqas deti me çka në të, rruzulli me banuesit e tij. Lumet le të duar trokasin, e malet le të gërthasin me hare. Eja o Zot për të gjykuar botën. Le të gërthasin me hare para Zotit që po vjen për të gjykuar dheun. Ai do të gjykoj botën me drejtësi e popujt me maturi. Eja o Zot për të gjykuar botën. Lexim prej letrës së dytë të Shën Palit Apostoll drejtuar Selanikasve. Vëllezër, ju vetë mirë e dini se e keni për detyrë ta ndiqni shembullin ton. Ne kur jetuam ndër ju, nuk jetuam në përtaci. Bukën askujt nuk ja lypëm dhurat, por punuam natë e ditë me monde lodhje që të mos i bëheshim dokujt prej jush barë. Jo si kur të mos kishim pasur të drejtë në ndihmën tuaj, por vetveten ju dham për shembull që të na përngjani. Këndej, kur ishim ndër ju, ju patëm dhënë këtë urdhër: kush nuk do të punoj, as mos të haj. Tani po dëgjojmë se disa ndër ju jetojnë në papunësi, nuk punojnë asgjë dhe humbin kot kohën. Të tillëve u urdhërojmë dhe u qesim bez Zotin Jezu Krisht, le të punojnë në paqe dhe le ta hanë bukën që vetë e fitojnë. Fjala e Zotit. Falenderojmë hyn. Alleluja. Rrini zgjuar sepse nuk e dini se në çdo ditë do të vijë Zotria juaj. Alleluja. Lexim i Ungjillit të Shenjtë sipas Lukës. Në atë kohë, kur disa po flisnin për tempullin se si është i stolisur me gur të bukur e me dhurata kushtimore, Jezusi tha: do të vi dita kur në gjitha këto që po shikoni nuk do të mbetet as gur mbi gur pa u rrënuar. E pyeten: Mesues, kur do ndodh kjo? Dhe cilë të jetë shenja se këto po fillojnë të ngjajnë? Krujoni u përgjigj: të mos ju gënjejnë, se të shumë do të vinë në emrin tim, do t'ju thonë unë jam, dhe u afrua koha. Mos shkoni pas tyre, e kur të dëgjoni të flitet për luftra, për kurrëngritje, mos u friksoni. Sepse të gjitha këto do të ndodhin me parë, por as atëherë nuk është menjëherë mbarimi. Atëherë u tha: do të ngritet një komb kundër një kombi tjetër, një mbretëri kundër një mbretërie tjetër, do të ndodhin tërmete të mëdha. Në vende të ndryshme uri dhe mortaja,
do të ngjajnë dukuritë e përfrigueshme dhe shenjtë me dhanë të qiell. Mirë po, para të ndodhin të gjitha këto, do të vënë dorë në ju, do t'ju salvojnë. Do të dorëzojnë në sinagoga e në burgje, do të qesin para mbretërve e para qeveritarëve për shkak të emrit tim. Kjo të jap rast të jepni dëshmi. Mbani mend, s'kem nevojë që më parë të përgatitni mbrojtjen tuaj, sepse unë do të jap zotësinë e fjalës dhe urtin, të cilën s'do të mund ta kundërshtoj as t'i bëj ballë asnjë nga kundërshtarët tuaj. Do t'ju padisin madje dhe prindrit, vëllezërit, farefisi e miqt, dhe disa për jush do t'i vrasin. Të gjithë do t'ju rrejnë për shkak të emrit tim, por se asnjë fije floku s'do t'ju bjerë për kres. Me qëndresën tuaj do ta shpëtoni jetën tuaj. Të dashur vëllezër dhe motra, kjo ishte pjesa e Ungjillit që sapo dëgjuam që kisha ne për ta medituar në dielën e 33 gjatë vitit C. Besoj se shumë prej nesh kemi pasur mundësi për të vizituar një vend të bukur, ose një ndërtesë ku jemi mallëngjyer shumë nga jo. Na ka prek shumë, besoj, e themi si ka mundësi që njeriu ka arritur të bëjë diçka të tillë? Në Ungjillin që sapo dëgjuam, e pam se si dhe vetë Jezusi e admiron bukurinë e brendshme të tempullit, e cila është ndërtuar për shumë e shumë vite. Por dëgjuam nga goja e tij edhe për shkatrimin e tempullit që të ndodh. Dëgjuam për luftra, tërmete, persekutime. Por edhe pse plot me këto imazhe të frikshme, Jezusi na jep një mesazh të thellë, shpresë dhe besnikërie. Jezusi u flet dishepujve të tij për ngjarjet e vështira që do të vinë, jo për t'i frikësuar, por për t'i përgatitur zemrat e tyre për provën e besimit. Edhe ne, që në pakëzimit mi bërë nxënësit e tij, e drejton këto fjalë, jo të friksohemi, por që të jemi të fortë në besim në provat të ndryshme të jetës sonë. Dëgjuam për Jezusit për shkatrimin e tempullit, për shëndrimin e të jashtmes. Dishepujt mahniten nga bukuria e tempullit. Ishte një ndërtesë me ndikim të madh, ar, gur të çmuar, një simbol i fuqisë së fesë dhe kombit. Jezusi thotë, do të vinë ditët kur siç e shihni do të mbetet asnjë gur mbi gur. Kjo fjali tingëllon e ashpër, por zbulon të vërtetën. Të gjitha gjërat toksore kalojnë, madje edhe ato që duken të qëndrueshme. Për fat të keq, jemi të lidhur shumë pas gjërave toksore, dhe pse dim se nuk na japin deri diku atë që është më rëndësishmja. Dhe pse është një gjë normale që të kujdesemi edhe për gjërat materiale, por e di mjaft mirë se asgjë nuk marr me vete e çdo gjë dikur do të lihet. Jezusi na mëson të mos vendosim shpresën tonë në gjëra materiale, madje as në strukturat me madhështore, fetare ose kulturore. Ai dëshiron që të ndërtojmë jetën tonë mbi një themel që nuk mund të shkatrohet: besim, shpresë dhe dashuri. Dëgjuam nga Jezusi për përndjekje, për dëshminë e besimit. Jezusi flet për kohë të vështira, do të dorëzoheni, do të përndiqeni, do të hidheni në burg. Ai thot dishepujve të tij se ata mund të tradhtohen edhe nga ata që janë më të afërt me ta. Por ai nuk do të thotë për të shkurajuar, por kundrazi, kjo do jetë mundësia juaj për të dëshmuar. Që nga fillimi i kishës, të dashur dëgjues, të krishterët kanë përjetuar vështirësi të ndryshme. Ne si ata mund të kapërcejmë çdo pengesë, sepse si shtytet meshtari gjatë meshës së shenjtë, Krishti e ka mposhtur vdekjen dhe ne ka dhënë një pjesë në fitoren e tij mbi vdekjen. Thuhet se sot afërsisht rreth 380 milion të krishterë përndiqen në gjithë botën. Gjithashtu vlerësohet se nga viti 2000 deri në ditën e sotme 2025, afërsisht 1600 krishterë kanë dhënë jetën e tyre për besimin e tyre.
çdo vojtje, çdo vështirësi, të dashur mund të bëhet një mundësi për dhënë dëshmi me të thellë. Shenjtrit dhe martirët e kuptuan mirë këtë. Ata nuk e shmangën për ndjekjen, por e dëruan atë me paqe, sepse dinin që Jezusi ishte me ta. Këtu mund të kujtojmë mjaft mirë të lumet martirët tanë, të më së miri e kanë kuptuar dhe kanë pranuar këtë gjë. Janë përsekutuar sepse kanë besuar në Krishtin, janë vrarë sepse nuk e kanë mohuar fenë e tyre. Edhe sot, shumë të krishterët përjetojnë për ndjekje, disa madje japin jetën e tyre për besimin e tyre. E pyetja është, po ne? A jemi të gatshëm të jemi dëshmitar të Krishtit në jetën tonë të përditshme, në punë, në familjet tona, midis miqve tanë, edhe kur hasim keq kuptime, fyrje, tallje? Dëgjojmë nga Jezusi, me këmbguljen tuaj do ta shpëtoni jetën tuaj. Kjo është një nga fjalitë më të rëndësishme në këtë ungjil. Me këmbguljen tuaj do ta shpëtoni jetën tuaj. Jezusi nuk na premton një jetë pa vështirësi, por na siguron se ata që këmbgulin do të shpëtohen. Besnikëria, durimi dhe vendosmëria janë virtyte që kanë vlerë të jashtëzakonshme në sytë e Zotit. Lumë ata që përndiqen për hir të drejtësisë. Nuk ka të bëj vetëm për të mbijetuar, por me këmbgulje në besim, duke mos u dorëzuar në dëshpërim kur gjithçka po shkatrohet, kur bota përreth nesh duket se humbet kuptimin. Jeta e vërtet, jeta e përjetshme nuk varet nga sukseset toksore, por nga besnikëria jonë ndaj Zotit. Pra duke dëgjuar sot këto fjalë të Jezusit, mund të pyesim, a është ardhja e dytë e Krishtit dhe fundi i botës që lidhet me të tashmen i afërt? A kemi nevojë për shenjë të reja? Të dashur dëgjues, askush prej nesh, askush nga njerëzimi nuk e di përgjigjet e këtyre pyetjeve. Bibla, pra shkrimi i shenjtë, i cili është një thesar dhe udhëzues për ne të krishterët, u krijua për të përshkruar fundin e botës. Bibla nuk është një horoskop që synon të përcaktoj kohën e ngjarjeve të mëvonshme. Shkrimet e shenjta që lexojmë në liturgji janë libri i jetës. Bibla është një libër që nuk zbulon datën e fundit të botës, por qëllimin e saj, kuptimin e ekzistencës së botës, kuptimin e jetës sonë. Prandaj Krishti u kujton dishepëve të tij edhe neve. Kini kujdes që të mos mashtroheni, sepse shumë njerëz janë mashtruar nga ndjekja e ndjesisë, pushtetit, pasurisë dhe letësisë së jetës. Vëllezër dhe motra të dashur, Jezusi nuk premton një jetë të lehtë, por premton praninë dhe forcën e tij në kohë të vështira. Ai thotë, unë do t'ju jap fjalë dhe dituri, dhe na siguron se asnjë fije floku nga koka jonë nuk të humbas. Jezusi na fton që të mos terrorizohemi para ngjarjeve të ndryshme që me siguri na mbushin me frikë. Sa lajme na mbushin me ankth, sa histori braktisjesh dhe vetmish, sa probleme në familje, sa çifte nuk qëndrojnë fort në martesën e tyre e shkojnë drejt divorcit, sa njerëz që quajnë veten të krishterë e kanë dorë fatin e kombit e dalin kundra jetës, familjes, vlerave njerëzore. Ne nuk kemi vetëm, edhe kur bota përreth nesh po lëkundet, kur kisha përjeton kohë të vështira, kur jeta jonë është errët. Le të kërkojmë Zotit sot të na jap forcën për të këmbgulur në mënyrë që të dëshmojmë dashurinë dhe të vërtetën e tij në çdo situatë, sepse vetëm nëpërmjet besnikërisë deri në fund mund të arrijmë shpëtimin e vërtetë. Le të kërkojmë edhe ndërmjetësinë e Marisë nëse këshillet e mirë që na ndihmojë të përballojmë vështirësitë e përditshme, të sigurt se biri i saj është me ne në çdo kohë. Amen. E në fund, ju jap bekimin të gjithëve. Zoti qoftë me ju. Ju bekoft Hyu Gjithëpushtetshëm, Ati, e Biri, e Shpirti i Shenjtë. Amen. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, patët mundësi të dëgjoni
liturgjin e fjalës, leximet e meshës së të dielës së 33 gjatë vitit liturgjik. Me ju ishin Motër Robertina Gjurashaj, Motër Irenea Lekaj, Nora Ukaj, ndërsa komentin e Ungjillit e dëgjuat nga Patër Artan Seli. Ju falenderojmë për vëmendjen e ju dëshirojmë paqen e bekimin e Zotit. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.